Përshëndetje në këtë postim të orëve të vona të saj dite. Si që thash edhe në parashikimin e javës që bëm, por edhe në live-in që bëm pak më përpara, ju thash që këtë javë do e marrim me qetësi, apo jo. Është java e fundit, realisht e fundit e prillit, por është shumë intense në ngjarje të cilat sjell me vete. Lojën të gjitha do ta bëj dielli me Marsin, me Marsi me Plutonin. Dielli është në shenjën e Demit, Marsi në shenjën e Luanit, Plutoni dihet në shenjën e Ujorit. Të gjitha këto do kulmohen aty afër datës 27, ajo është data më e vështirë dhe do ketë më shumë kozgjatje se të gjitha datat e tjera brenda kësaj jave, megjithatë që sot data 21, data 23, 25 dhe pastaj 27 janë ato data të cilat një po një jo, kështu po ecin ditët, duan kujdes. Shenjat të cilat më tepër do të ndihen të ndikuara nga këto trysni planetare janë sigurisht shenjat fikse, Demja, Krepi, Luani dhe Ujori, që kanë lindur në 10 ditëshin e parë të shenjës së tyre, në 10 ditëshin e parë dhe do preken deri në fillimet e 10 ditëshit të dytë, aty nga data 27. Kështu që këto shenja që përmenda, të para këto shenja që përmenda, si ato të lindurat në fillimet të shenjës së tyre, ashtu edhe ato në fillim të 10 ditëshit të dytë të kësaj shenje, të këtyre shenjave, më falni, atëherë do ta ndjen këtë trysni brenda kësaj jave. Për çfarë bëhet fjalë? Për fillime të reja, por që vinë duke mbaruar punë me ato gjëra që nuk na duhen më, me ata persona që realisht na kanë shkaktuar shumë dhimbje, na kanë shkaktuar shumë zhgënjime. Sigurisht që nuk jemi më në ndikim retrogradësh, por tani vjet re se çfarë gabimesh janë bërë atëre, çfarë pritshmërish kishim dhe sigurisht e shohim realitetin tani për atë çka është dhe zhgënjehemi. Data 25 është një datë për shembull ku afërdita do takoj Saturnin, të dyja këto në shenjën e Peshqve dhe për shenja tani, përveç atyre që thash, për shenja si Vigjëresha, Peshqit, Shigjetari dhe Binjakët, kjo sjell zhgënjimet e veta. Dhe janë zhgënjime që u thash, vijnë si pasojë atyre retrogradave që kishim, domethënë, më përpara. Do shikojmë realitetin për atë çka është dhe nuk mund ta gënjejmë veten tonë, as nuk mund të ecim më me shpresa të kota. Dhe sigurisht që e vërteta vjen me një far kostoji apo jo. Sido që të jetë ama, sado zhgënjim të marrim apo ta shohim të vërtetën për atë çka është dhe të mos na pëlqejë, rëndësi ka e vërteta, rëndësi ka që të arrim të kuptojmë se çfarë është më mirë apo ne dhe të mund të ecim përpara. Kjo është një javë e shoqëruar me skandale ekstreme, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket financave, anë mban botës, për sa i përket skandaleve që akoma do pasojnë në lidhje me ushqimet që konsumojmë. Mos harrojmë që u thash dielli është në shenjën e Demit, Marsi në shenjën e Luanit, Plutoni është në shenjën e Ujorit. Të gjitha këto do nxjerrin në sipërfaqe ato çka nuk duan disa që ne të marrim vesh. Dhe duke qenë se afërdita, sikurse tham, është ende në shenjën e Peshqve, Saturni është akoma aty, por edhe noduset e hënës janë aty, atëherë është e para do kuptojmë se sa viktima kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi, dhe e dyta është e çuditshme se çfarë ndërgjegja njerëzore mund të arrijë në qoftë se do vërtet të shpëtoj nga manipulimi, nga shtypja, nga detyrimi që realisht po na bëjnë. Do gjenden zgjidhje dhe vinë individualisht këto zgjidhje dhe pastaj do kthehen në kolektive. Do ta shikojmë pak më vonë këtë gjë, por sido që të jetë, shumë lidera botëror do të bien, shumë skandale në lidhje me ta do merren vesh, për sa ka të bëjë me artin, përsëri ka persona që do dalin dhe do jenë në epicentër të vëmendjes, skandale dhe për sa i përket këtyre individëve, shumë gjëra që i kishim me pikpyetje do na serviren për të vërteta siç janë. Realisht janë, dhe përsa i përket artit, dhe përsa i përket ushqimeve, sikurse e thash, dhe përsa i përket vlerave, parimeve që secili ka pas shumë të rëndësishme, por do vijen dhe ato në diskutim, kështu që janë shumë ato gjëra të cilat na trondisin nga themelet. Këtë javë
për të kuptuar se ku realisht jemi, çfarë bote jetojmë, se deri dje më duket, jo deri dje, po akoma vazhdojmë të jemi në gjumë të thellë. Avash do fillojmë të zgjidhemi, po zgjidhimi nuk do të jetë i lehtë. Dhe thash, këtë gjë ta shikojmë edhe më tepër aty në datën 27, afër datës 27, 3 ditë para, ca ditë më vonë pas datës 27. Pse? Sepse ngjarjet janë vërtet intense. Tani të kesh një Mars i takon një Pluton nuk është gjë e vogël, i bie plas një luftë e madhe. Individualisht, secili brenda vetes së vet. Luani është egoja, ujori është kolektivi, atëherë diku aty vihet re diçka. Do shikojmë se kush do tentoj të kontrolloj kë, tham shumë lidera do bien, shumë gjëra do merren të vërteta dhe do merren të vërteta për atë çka realisht janë. Mbetet për tu parë, por ditë të lehta nuk janë. Ndaj do lutem shumë kujdes me përqendrimin, kujdes me fjalët që lëshoni, si i thoni, kujt ja drejtoni, kujdes marrëdhënien tuaj me prindrit, me persona që janë vërtet të rëndësishëm në jetën tuaj, ju sidomos peshqit edhe vizhgjëresha, por edhe shigjetari dhe binjakët, të 10 ditësh të fundit ju, aty mund të krijohet një endek shumë i madh vetëm për një fjalë goje dhe për një nxitim të asaj fjale goje, e cila do ju kushtoj shumë dhe nuk ka më kthim pas. Por është edhe është momenti brenda kësaj jave që sikur se thash, kuptojmë se ku jemi viktimizuar, kë kemi lejuar të na kthej në viktima. Ju peshqit për shembull zhgënjeheni nga vetja juaj. Ju shenja e vizhgjëreshës kuptoni se keni bërë shumë për të tjerët, po asgjë për veten tuaj. Ju shenja e shigjetarit se keni dhënë shumë për familjen, pjesëtar të familjes, por që mbase keni harruar çik veten edhe s'keni dhe duk. Ju të shenjës së binjakëve se në karrierë nuk po merrni atë çka doni. Statusi juaj nuk është ai i cili dëshironi. Pra, premtime shumë mund të jenë bërë, por asgjë nuk është realizuar dhe asgjë nuk është mbajtur si premtim. Ju të shenjës së dashit mund të jeni duke u zhgënjyer nga një lidhje romantike, nga një dashuri që mendoni shumë të rëndësishme, por që nuk po ju del ashtu sikurse e prisnit ju. Ju të shenjës së gafores në datën 27 do bëni kujdes, sido që të jetë hënë e re është, merr pjesë Marsi, merr pjesë Plutoni, nuk mund të them që këto janë me se s'bën gjëra negative për ju, por sido që të jetë vinë me një kosto. Do thotë që të keni diçka të re, duhet të mbyllet diçka. Që të hapet një derë e re, duhet të mbyllet një derë ekzistente. Si të thua, shive të luanit, bëni kujdes, nuk nxitoni me mjetin, me fjalët, mjetin që drejtoni e kanë fjalën, me fjalët që thoni, personave që u drejtoheni, nuk tentoni me do e mos tua impononi mendimin tuaj të tjerëve se do gaboni dhe do vuani pasoja aty. Kujdes dhunën në përgjithësi, data 27 është një ditë me dhunë ekstreme anë e mban botës. Ju të shenjës së vizhgjëreshës, ju a thash, në lidhje me marrëdhëniet tuaja me të tjerë diku zhgënjeheni, aty sidomos juve të 10 ditësh të fundit. Shenja e peshores është neutrale në këtë pjesë, nuk e shikoj të ndikuar diku, pavarësisht se afërdita është në shenjën e peshqve dhe do takoj çik Saturnin aty. Ju kujdes me çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me ekzistencën tuaj në vija të përgjithshme, do thosha, mendimet tuaja, mënyrën se si konceptoni gjërat. Përsa i përket shenjës së Akrepit, çfarë të themi tani këtu? Që ndikoheni, sigurisht që ndikoheni, edhe në marrëdhëniet tuaja, pikë së pari, ju do kuptoni që jeni me të vërtet mund të jeni manipuluar keq, ose po tentoni të manipuloni të tjerë keq dhe t'i sillni me se s'bën atje ku ju doni, duke shkaktuar dëme të mëdha. Ju të shenjës së shigjetarit e thash, çështje familjare më tepër dhe se si ju lidheni me to, ose me të kaluarën tuaj, se si ndikon në të tashmen tuaj, sa jeni sakrifikuar, domethënë, në një të kaluar të caktuar. Ju të shenjës së Britqapit, edhe ju nuk ju shikoj, përjashto faktin që Saturnin e kemi aty në shenjën e peshqve, ju do bëni kujdes çfarëdo gjë ka të bëjë me kontrata, me nënshkrim me kontratash, me fjalën, me çfarë është premtuar apo keni premtuar ju. Ju të shenjës së Ujorit, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën tuaj, me statusin tuaj, gjërat janë çik të çuditshme aty. Nuk përfshiheni në përplasje të mëdha me pror, me individ të rëndësishëm të jetës tuaj se nuk do ju vej mirë. Kujdes dhunën ekstreme gjatë datës 27, nuk i kërkojmë gjërat sa ashtu dua unë. Dhe përsa i përket shenjës së peshqve, edhe ju diku e keni zhgënjyer veten tuaj, diku keni besuar që nuk duhet të besonit, dhe do i shikoni këto të vërteta t'ju plasen fytyrës dhe ama do jenë momenti i fundit të gjë, u asiguroj.